Partia Socialiste nëpërmjet deputetit Erion Braçe ka kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani. Në seancën kuvendore të së njëjtës, Braçe ka akuzuar drejt për drejt kreun e KQZ-s Ristani për implikimin e tij në manipulimin e zgjedhjeve parlamentare të 2009-s, si dhe sipas tij, po përgatitet për manipulimin e zgjedhjeve vendore të 8 majit. Braçe argumentoi kërkesën e tij duke marrë si shembull procesin e asgjësimit të kutive të 28 qershorit 2009. Megjithse ka më shumë se 2 muaj që ka nisur ky proces, sipas Braçes, deri në këto momente materialet zgjedhore nuk janë dërguar në Arkivin Qendror të Shtetit, por në zyrën e kreut të KQZ-s. Sot në mëngjes, mësova atë që duhet ta mësoj gjithë secili, çdo shqiptar sot, që prej 3 muajsh, që nga dita hapjes kutive, të votimit dhe të materiale votimit, asnjë dokument nuk ka përfunduar në Arkivin e Shtetit. Të gjitha ishin në ambientet e KQZ-s në pallatin e kongreseve, 3 muaj në përpunim. 3 muaj në përpunim, dhe një pjesë e tyre kishin përfunduar në zyrën e kryetarit KQZ-s. Ky është skandali. 3 muaj që përpunohen materiale zgjedhore jashtë vëmendjes medias, jashtë vëmendjes publikut, jashtë vëmendjes të interesuarve, që ka qenë kjo parti, ky grup parlamentar, ata njerëz në opozitë. Dhe 3 muaj që janë përpunuar për të fshehur krimin elektoral 28 qershorit dhe që po mbahen atje për të përgatitur krimin elektoral të 8 majit. 8 majit. Prandaj, edhe zgjedhjet 8 majit si ato 28 qershorit nuk mund të jenë zgjedhje të lira, drejta, të ndershme, të barabarta, në qofse në kryet atij institucioni do të jetë ajo KQZ dhe në qofse në kryet atij institucioni do të jetë ai kryetari i KQZ-s që është deri në fyt në krimin elektoral 28 qershorit dhe është deri në fyt sepse ne disponojmë prova dhe tani për përfshirje në krimin elektoral të 8 majit. Më 7 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi procesin e asgjësimit të kutive zgjedhore të 2009-s me argumentin se KQZ nuk ka mundësi financiare për blerjen e kutive të reja për procesin e 8 majit. Por vetëm pak javë më parë, organi i përgjegjës për zgjedhjet vendosi të blejë kuti të reja për materiale zgjedhore të 8 majit, duke justifikuar këtë blerje me transparencën e këtyre zgjedhjeve.